menoj që sfidën më të madhe që e kam që më stia për kry që shduhet është qenë ideal. Nuk më duket që jam bashkërt okej. S'po thami mirë, më duket që jam vëllai mirë, korrekt, ma e vogla korrekt, më thonë, më duket që jam babi mirë. Të djali ka këtë e mas, ndoshta me ata që ku marrë në këmbim, më duket misioni ma i shtirë, edhe nuk di sa më mja dalë që shtuhet. Veç shpresoj me konë djali duhun, të paktën korrekt, apo. Jem pajtu me konë veç korrekt, qash më duket sfiduse me konë fëmijë, edhe tash që vjen koha me u kujdes për prind, sa mujna me ja dhënë hakin, kështu po them. Për çka i falendrohesh më shumë ti asaj sot? Për gjithçka. Për gjeneve që mi ka bajt. Çdo gjen që më nejt të dy prindë me, që i kanë vlerë, janë pjesë e gjeneve tyne. Edukatën që më kanë jep. Nderin që e kam trashëgu për tyne. Domethënë, kemi pas potencialin, për thëmë publikisht, kemi pas potencialin me konë familje milionera, ndoshta për shkak të mos me ndyt asnjë pjesë të faqes familjes, kemi vendosur me konë një familje mesatare. Tash babi jam është njëri prej njerëzve të parë të diplomuar në rajonin e Drenicës, ka qenë kryetari i shkrimtarëve, është i burgosur politik, ka pas oferta ndryshme, të vazhdueshme, që kishin mujt me na bë ka xhamë lek që thonë këta Shqipnis, që babi veç ka menuar që është mund me konë të cenueshme në kuptimin e asaj që ai ka kriju identitet familjar, të moralit përgjithshëm familjes, ndejet përgjithshëm familjes, e kjo trashëgimi për mua është trashëgimia më e madhe që të dytë më kanë jep. Edhe për shto jam më shumë t'i falendërues. Po për t'i kërku faljen, ke diçka? Shumë. Shumë. Për gjithçka kam i kërku falje. Sa herë kam ngrit zonën, sa herë si më qumë me disponim për më ka kërku diçka. Qofë për babën, qofë për nanën. Shumë qka. Menaj, nashta është ndjesi, thashe boli që e ninda i prendeve që ndoket gjithçka s'kum bo që është duhet. Ndoket gjithçka o dasht me bo, 100 herë ma mirë. E nuk e di se e kum bo, jam i knaqur që shkum bo, kum pas qef, edhe kam qef me ja bo 100 herë ma mirë. Unë jam e bindur që ata të dy ndihen shumë krenar për ty. Po ashtu edhe të tre djemt kanë një shembull shumë të mirë përpara, të kanë ty, po ashtu edhe bashkëshorte në anën e tyne, andaj nuk e dyshoj që do të rriten siç është më së miri e do t'i marrin më të mirat prej secilit prej jush, se kanë edhe prej kujt me i marrë. Faleminderit shumë. Dardan, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim shumë të sinqert edhe shumë të këndshëm në të njëjtën kohë, sidomos në këtë periudhë të shenjtë muajit Ramazanit. Shumë kënaqësi që të kisha. Gjithashtu për mua ke kënaqësi.